Ai su fletë gjëra që i interesojnë më. Me siguri për lojë është interesimi anej, po Jo, unë besoj që është situata e qartë, nga Ana Brikenes. Nga Ana Brikenes, unë besoj që është e qartë, por e di vetë Matteo. Matteo ti e di vetë. Se kom po kur anej me po. Edhe unë kështu kam thënë Matteo. Me Brikenen. Matteo është shumë i fortë edhe vetëm. Jo, për atë nuk e bën këtë që t'jetë më i fortë me dikë. Ai e bën se ndoshta ka një ide, një ndjesi, U dukte shumë e qartë te dhoma e dëshirave ku ti ke qenë nga fytyra jote që ti ishe shumë i drejtë në atë që thoje. Dhe nuk po e përdorje për lojë, kur dëgjova këtë versionin e dajës e këto, të familjes. Po u zgjidh shumë mirë situata, që e më e rëndësishme. Ti kujton se mu ka qenë me letë atëherë? Qa thu, ishe shumë siklet, u dukte që ishe shumë siklet. Po, është shumë e kuptueshme dhe reagimi i Brikenes. Është shumë e kuptueshme. Edhe unë do të boja me nerva. Ja, pse do bëhesh me nerva? Po, si s'do të boja me nerva. Normal, ashtu të prek ca persona i jashtë nga një historinë e jote. Po, Senaldo, po. Unë nuk të kërcoj. Unë nuk të kërcoj. Po tani unë s'po thënë, ky s'ka thënë as i fjalë të keqe për ato. Ai ka dhënë një serim publikut që ja ka detyrim. Po, ja ka detyrim, kaq. Nuk ka përmendur as emra, as njerëz, as i ka fyer ata zotrin kur unë besoj që në këtë nominim Matteo është më i forti. Me gjithat casein, po case se di. Dhe më lere case, s'ka lidhje case me Matteo në fare me. Gerti thot case është lojtar shumë i fortë. Jo, ke gabim. Nuk është. Por është një manipulim.